Në kuadër të ditës botërore të ujit, Shoqëria Rajonale e Ujësisë Kanalizimeve të Durrësit, Shrugt, ka theksuar rëndësinë e menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve ujore dhe përgjegjësinë e përbashkët të institucioneve dhe qytetarëve për ujitjen dhe përdorimin e kujdes të ujit pishëm. Në kuadër të kësaj dite, Shrugt ka organizuar një sër aktivitetesh sensibilizuar në të gjitha njësitë operative, duke përcjellë mesazhin e rëndësisë së ruajtjes dhe përdorimit të kujdesshëm të ujit. Gjatë këtyre aktiviteteve janë shpërndarë materiale promocionale dhe informuese për qytetarët në Durrës, Kavaj, Golem, Rrogozhin, Shjak, Sukth dhe Kruj, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit mbi rolin që secili prej nesh ka në mbrojtjen e këtij burimi jetik. Këtë vit në përputhje edhe me moton e Kombeve të Bashkuara, Uji dhe Barazia Gjinore, është theksuar rëndësia e përfshirjes dhe fuqizimit të grave në sektorin e ujit. Një vëmendje e veçantë është kushtuar dhe rritjes së përfaqësimit të grave në këtë sektor, duke vlerësuar rolin e tyre kyç në menaxhimin dhe mbrojtjen e burimeve ujore. Gjatë viteve të fundit, Shrugt D ka vijuar të përmirësojë performancën në drejtim të zgjerimit të shërbimit dhe rritjes së eficiencës financiare. Vetëm në 2 muajt e parë të vitit 2026, sipas Shrugt, janë lidhur 688 kontrata të reja me abonent, ndërsa në periudhën 2023-2025 janë realizuar në total 10.385 kontrata të reja. Të ardhurat nga faturimi për shërbimin e ujit, kanalizimit dhe tarifës shërbimit ka njohur rritje të qëndrueshme, duke arritur në 1.922.147.412 lekë në vitin 2025, ose 4.7% më shumë krahasuar me vitin 2024. Po ashtu argëtimet nga shitja e ujit dhe shërbimeve të tjera kanë shënuar rritje me 4%, duke arritur në 1.934.421.417 lekë në vitin 2025, nga 1.855.621.611 lekë në vitin 2024.